إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdatat më të mëdha I takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotin dhe krijuesin e të gjitha botëve. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërsa selamat dhe përshëndetjet tona qofshin për të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e Tij të madhe, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. Vëllezër të dashur, Allahu I lartë madhëruar në ajetin e lartë përmendur po thot: Bismillahirrahmanirrahim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Kjo jetë e kësaj bote nuk është jetë vetëm dëprim e lojë. E jetë e vërtet padyshim është ajo e botës së ardhme, sikur ta dini. Besimtari e di se kjo botë është vetëm kalimtare. Ai e di se lukset e saj janë të pakta dhe çfarë do e mirë që mund të gjendet këtu, gjarë është e mangët. Nëse shkakton sot të qeshura, do të jap shumë arsye për të qartë. Nëse je pak, për vetën punë më shumë. Këtu besimtari është vetëm I burgosur, siç na ka sqaruar I dërguari Allahut alayhi salam. Këtu besimtari, kjo botë është borë për besimtarin dhe parajs për jo besimtarin. Transmeton Muslimi. Të kuptuarit e realitetit e kësaj bote, besimtarit ja bën të lejnë ballafaqësimin me shqetësimet, pikëllimet, dhimbjet dhe brejrat. Sepse ai e ka të qartë se ato janë pjesë të bashkëmarrshme e natyrës së kësaj jete. Vëllezër të dashur, shembull prej atyre që kuptuan jetën e kësaj bote pas vdekjes së profetit alayhi salam ishte shembulli I Abu Bakrit radhiyallahu anhu. Ku Zeid ibn Arqam rëfan se një ditë Abu Bakri kërkoi ujë. Ja solën një anë me ujë dhe mjaltë. Kur afroi gojën për të pirë, nisi të çojë. Dhe çon ata që ishin rreth tij. Keshti për një kohë, ata nuk heshën. Pastaj përsëri filloi të çojë, saqë nuk ishin mundësi ta pyesin. Më pas shihë ty në oqell. I thanë: "O Abu Bakr, çfarë të bëre që të çosh?" Abu Bakri radiallahu anhu përgjigj: "Isha me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur ai po shtinte diçka nga vetja e thoshte: larg prej meje, larg prej meje. E unë nuk shihja me të askënd." I thash: "O I dërguari I Allahut, po shoh diçka po largon nga vetja, e unë nuk shoh që të këll me ty." Pejgamberi Allahut alayhi salam mu përgjigj: "Kjo dynjë më paraqit me aq çfarë tonë të", e I thash: "Larg prej meje." E u largua e tha: "Pasha Allahun, nëse ti ke shpëtuar nga unë, ata që vijnë pas nuk do të shpëtojnë prej meje. E frikon se mos më ka marrë dhe mua." Tha Abu Bakri radiallahu anhu. Kjo ngjarje na tregon rrezikun dhe pavlefshmërinë e dynjos në krahasim me botën tjetër. E u atërrejt vërejtjen për secilin që ka shpirt, që të mos I përkuret asaj, të mos e madhëron, apo ta bën qëllim të vetin në këtë jetë. Allahu I madhëruar thotë:
e përsoj përket atij që ka tepruar dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote, xhehenemi do të jetë vendi i tij. E kush ju vlerësua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej efshave, xheneti është vendi i tij. Për besimtarin, vdekja sjell pushim nga shqetësimet, brengat dhe dhimbjet e kësaj jete, siç është theksuar në hadithin vijues. Kur besimtarit i vjen copu i vdekjes, melekët e mëshirës i afrohen me mëndash të bordh dhe thunë: Del i qetë, me kënaqësinë e Allahut mbi ty dhe mëshirës së Allahut dhe në aromë të ëmbël, tek Zoti i cili nuk është i hidhëruar. Andaj, shpirti del si aroma e miskut më të mirë dhe melekët e bortin tek njëri tjetri derisa ta sjellin tek kurtha e qiellit. Ato thunë: sa aromë e mirë është kjo që ka ardhur nga trupa. E sjellin tek shpirtat e besimtarëve dhe ata gëzohen më shumë se sa gëzohesh ti kur të kthehet ndonjë afërm që ka munguar një kohë të gjatë. Dhe pastaj pyesin: çfarë ka bërë filoni dhe filoni, e çfarë ka bërë filoni dhe filoni? Por melekët ndërhyjnë: lërini të qetë, sepse sapo është lejuar nga vuajtjet e dynjos. Kurse ai i pyet: ku a nuk ka urdhër te kjo filoni dhe filoni? E ata përgjigjen: është dërguar në vendin e tij grup, në zjarr. Ndërsa kur i vjen momenti i vdekjes jo besimtarit, melekët e dëshkimit zbresin me një përhur prej leshit dhe thonë: del i dëshpëruar me zemërimin e Allahut mbi ty dhe i dëshkimit të Allahut. Shpirti i tij del duke kundërmuar se era më e keqe e miqit të kalbur, e dërgojnë deri tek porta e trupës, ndërsa ato thunë: sa herë e keqe që është kjo. Kështu, derisa të dërgojnë të shpirtat e ju besimtarëve, përcjell Imam Nesaiu. O ju vëllezër, janë të shumtë ata që lidhen me këtë botë, që konsiderojnë gjithçka në jetën e tyre. E gjithë kjo si pasojë e mosdijes, moskuptimit dhe largimit nga mësimi i fesë së Zotit. Gëzohen me pozitat në dynjë, habiten me pamjen e saj, e kënaqen me zbukurimet e saj. Ndërsa ajo nuk është vetëm se dynjohën e çmuar, e përbuzur. Prandaj, vëllezër të dashur, duhet pasur kujdes nga ajo çfarë zgjellim në këtë botë që të përfitojmë në këtë botë. Dhe nga ajo çfarë zgjellim që të përfitojmë në botën tjetër. Inshallah Allahu na bën prej besimtarëve të sinqertë, të cilët e kuptojnë rëndësinë e kësaj bote. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.